Nuk shpjegohet. Ke demografi krejt tjetër. Është dinamik tjetër komplet. Jemi komplet bot tjetër. Shqipëri nuk ka ndodhur kur në asnjë nga partitë, nga më të mëdha deri më të voglat, që kryetari i partisë të rrëzuar, përveç se kur ka dashur vetë iki dhe të lërë pasardhësin e tij. Një. E dyta. Problemi është që Partia Demokratike nuk ka pasur kurrë elemente ruajtës, që do të thotë, element rrush do të thotë partia vlen më shumë sa individi. Nuk ka pasur një gramoz rrush të vetë. Vlerën e ka pas gjithmonë individi. Po do ka qenë partia e individit. Nuk ka pas partia mekanizma që turonin partinë. Gramoz rrush pra. Po pa gramoz rrush. Në atë që PS-ja ka qenë kult, më nuk ka qenë fare institucion. Po s'është më ka qenë kult. Sekt më burr sekt. Dhe që të arrijmë ke kjo pjesa që baza çohet dhe të përmbys leadershipin e partisë, duhet që partia të ketë mekanizma vetëmbrojtje, që do të thotë ata që janë antarë të partisë të vlerësojnë partinë më shumë se sa individi. Nëse në PD do krijohet kjo kulturë, do të jetë fitoria më e madhe e demokracisë shqiptare. Kjo po ndodh. Ndoshta po bie kulti? Kjo po ndodh. Dgjoj, kjo është rasti. Kjo po ndodh, do them diçka. Ky është rasti klasik i prallës famshme me mbretin Laguriq. Kur gjithë operatorët i thoshin sa bukur je veshur atë. Aty doli një fëmijë i vogël dhe tha: "I Laguriq tha. Saliani është pikrisht, dhe mendoj që duhet ta do me thënë ngatrojmë shumë konceptin, sepse shumë i thjeshtë. Në momentin kur Berisha thotë, Neni Basha nuk vlen, sepse s'pati zgjedhje, po pati fars, pra kur të gjithë ata që ka rrotull thonë, po doktor, nuk pati zgjedhje, pati fars, ky del dhe i del në regjistrin më të rrezikshëm që mund t'i dalë dikush brenda partisë aty në këtë moment, dhe nuk i del askush tjetër. Ky thotë që jo, problemi nuk është vetëm farsa. Problemi është dhe mosha jote e shkuar politike, konsumi yt, fakti që ti ke bllokuar proceset politike në parti, ke bllokuar rotacionin, ke bllokuar demokracinë e brendshme, ke bllokuar të gjitha. Ju smit të Këshillin Kombëtar, po ja thot në sy. Këshilli Kombëtar tani unë jam me rezartin te kjo që thotë që ne duhet t'i japim përmasën e duhur kësaj. E di pse? Sot, në rreshtat e fundit sallës sot, ishte ul një djalë që është djalë i mirë, djalë i urtë, djalë me mend, që quhet Ali Mehmeti. Tani më fal. Kthesa që ka psuar ky zotëri, nga fillimi i takimeve Salianit, deri më vonë kur tha, e kapa doktorin dhe i thash, më erdhi mirë që ti ke dalë në bazë, me i fjalë nga Saliani që thoshte do bënin namin në për Shqipëri që të dy, se ju e kujtoni, ishin bashkë, apo jo, shortlista kjo ishte, Saliani dhe i dyti vinte Ali Mehmeti. Tani, i dyti direkt ka marrë një kthes dhe është simboli, mendoj unë, i ati përfaqësuesi të burokracisë partijake, të kësaj elite, që ka këtë dilemën që, dëgjoj se doktori është e drejtë që duhet iki, po merë një 45.000 vota, si t'ja bëjmë? Do me thënë, pra, Saliani duhet vënë, jo, e mbyll me kaq, Saliani duhet vënë në eprovetën dhe në provimin në testin e forcës në partinë, qofse arrin të krijoj mas kritike. Për momentin është një zë. Se sa do arrit kthehet mas kritike, unë them që mbet shihet. Da shikojmë. Ndërkohë po pret Bart Kadilli nga Kenia e ngrot për të futur në lidhje me ne. Kadilli, një fjali, publicitet do të drejtkthejmë prapë në ty, po një fjali për teje. Gjitha çfarë po diskutojnë aty për ndjek me vëmendje, merremi me detaje pa rrim thelbin. Partia Demokratike dhe të gjitha partitë në Shqipëri nuk janë parti demokratike, janë parti bolshevike. Prandaj mos i shpjegojmë, mos përpiqemi t'i shpjegojmë me instrumenta që funksionojnë në hapësira demokratike. Duhet i shpjegojmë me instrumenta që funksionojnë në diktaturë apo në autoritarizëm. Jep reklamën, ta shpjegojmë tutje unë. Publicitetet e rikthehemi me një herë këtu me ftuarit e mi, fillimisht me Bart Kadillin. Mirë, rikthehemi live program. Para se të lidhem me Bart Kadillin, një shpejt 60 sekonda lidhe me Andon Kellon tek selia e Partisë Demokratike, aty ku pak më parë mundohej të mbledhej Këshillit Kombëtar, e cila një institucion që nuk mblidhej që prej marsit të këtij viti, pra 2 muaj para zgjedhjeve. Andon, atëre, çfarë nuk ndodhi sot në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike?
Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike sot u diskutua vetëm për protestën e 22 dhjetorit, u hoqën të gjitha çështjet e tjera nga agjenda e ditës, por ra në sy sigurisht mungesa e Ervin Salianit në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Por vetëm pak dua ndalem te kjo çështje. Para dite ne mësuam se Sali Berisha ishte gati për ta përjashtuar Ervin Salianin, duke i vendosur edhe vijin e kuqe. Kurse në darkë, ai deklaroi se ka vetë përjashtime, jo përjashtime, pra një ndryshim termi që me sa duket ka ndryshuar edhe qasje ndaj Ervin Salianit, pra edhe njëre theksoj nga përjashtime tek vetë përjashtime. Dhe në mes qëndron reagimi publik i Ervin Salianit, i cili u kundërpërgjigj Sali Berishës me të njëjtën gjuhë, duke akuzuar jo vetëm për Suel Çelën, por edhe për Arjan Dojën, madje duke paralajmëruar se turret e tij të foltoreve do të vijojnë. Nga ana tjetër, Sali Berisha është me syt në sheshin e kryeministrisë, ai paralajmëroi për greva dhe demonstrata, megjithatë ky Këshill Kombëtar nuk mori asnjë vendim, pati vetëm diskutime dhe një gjë është e sigurt, Saliani nuk u përjashtua sot. Një pyetje e fundit e shpejtë, kemi patur zëra nga brenda institucioneve të Selis Blu që demonstrata, greva, protesta e 22 dhjetorit, ka kërkesa që zgjasit ditë, nete, javë, të tëra, por ka optimizëm këtë brenda PD-s? Në fakt, zoti Berisha pati edhe mbledhje me krerët e degëve dhe sekretarët e degëve ditën e sotshme për të parë situatën dhe gjendjen, por ai vetë ka kërkuar, le ta themi, një protestë pa ndërprerje 3 javore në sheshin e kryeministrisë. Aty ku në fakt është duke protestuar ende dhe sot Adriatik Lapaj, por nuk e ka marrë një garanci të tillë. Pra edhe sidomos në këtë moment, para festave, ai nuk e ka marrë një garanci që do të ketë të paktën edhe qindra njerëz të gatshëm për të qëndruar qoftë edhe me rotacion apo me turne në sheshin e kryeministrisë ditë natë. Dhe me sa duket, organizimi tashmë është vetëm për protestën e 22 dhjetorit, e cila do të jetë kombëtare, po përgatiten gjitha degët e Shqipërisë të Partisë Demokratike për të sjellë njerëz, por aty do të përfundoj edhe ajo protestë kombëtare e fundit për këtë vit dhe më pas pushime dhe festat gëzuara. Faleminderit, Andon Kello nga Selia e Partisë Demokratike. Ndërkohë nga Nairobi me Bart Kadillin. Bart, qëndrojmë pak tek Saliani. Çfarë bën, dhe temi ti e di patjetër se ti je temi historik brenda PD-s. Gjitha llojet e lëvizjeve kanë dështuar aty. Erzak Tupi ka drejt kur thotë që këtu nuk ka lidhje me brenda. Rëndësi ka kush i kontrollon strukturat. Me që thotë strukturat ngritura të cimentuara tashmë që prej vitit 1991 nga Sali Berisha. Pra, kjo është edhe një nga arsyet, jo e vetmja, po një nga arsyet pse çdo lloj lëvizje brenda Partisë Demokratike për ta çelur, për ta rifreskuar, për ta bërë të reflektohet, të riorganizohet, përgatitet, të ridaljes së alternativë qeverisë, kanë dështuar. Në këtë arad dështimes, ku qëndron kjo përpjekje e fundit e Salianit? Është veri numrin, po ti numërojmë nga 91-shi, mund t'i bërë 40, 43, s'ka rëndësi, është e njëjta gjë. Nuk ka ngjarje në PD, nuk ka lëvizje në PD, ka ngjarje më saktë. Ajo çfarë unë po thosha edhe pak më parë dhe e hodha si titull asaj që doja të thosha në raport me çfarë po ndodh, është Partia Demokratike dhe si të gjitha partitë në Shqipëri nuk janë demokratike. Nuk kanë hapësirë demokracie. Veprojnë si parti të individit, si parti bolshevike, si parti të tiranisë së shumicës. Dhe shumica është një masë amorfe antarësh, të cilëve nuk e u dim dhe kam qenë shefi burimeve njerëzore në parti, nuk kishim lista. Çdo lloj ditë të vinte dikush për të votuar me një kartë të marrë në 91-shin, në 94-ën, në 97-ën, si ti tekej. Si ti tekej konjunkturës atyre që votoheshin. Pra kjo është tirania e shumicës së militantëve të cilët ndonjëherë nuk janë as antar, ndonjëherë kanë votuar dhe për palën tjetër, kanë për fushatë të tjera, ditën që u duhet vinë aty. Kur i duhen për sherrin e partisë. Pra partia ka këtë tirani shumice dhe ka liderin. Kur themi Leninin nënën kuptojmë partia, kur themi partia nënën kuptojmë Leninin. Në këto lloj partish nuk ka hapësirë për debat, për proces politik,
për të shpalosur ide, për të krijuar flukse, për të krijuar le të themi dhe fraksione apo ndarje apo profilizime individuale. As përfaqësime nuk krijon dot. Duhet unifikohesh deri dhe në gjeste me liderin, deri dhe në fraza me liderin. Ky është problemi. Si zgjidhet një parti e tillë në këtë situatë? Prandaj pyeta përpjekja e Salianit. Dy histori dy unë i dashur. Se duket që po, nuk është se s'po lëviz, ka dhe lëvizje, ka dhe në lëvizjen e tij ka dhe themi detaje berishiste. Pra po lund me militantët, po e sfidon hapur, pra i bën foltore ditën që ky ka fest, i shkon Veriku, Berisha thot Berish shkoj vetëm unë. Pra le të themi ka elemente berishiste tek themi te kjo përpjekje e Salianit. Absolutisht. Qofse do diçka për Salianin, e vetme gjë që ngjajnë janë të dy mjeshtrat të fasadës. Po ma le Salianin janë mbaroj argumentin. Argumenti është ky. Dy ngjarje ka historia që lidhet me Shqipërinë, ku parti të ngjashme kanë marrë një vendim për të ndryshuar. Është 26 korriku i 1943-shit, Këshilli i Madh Fashist, që u organizua mbledhja mbas 10 vjetësh ishte mbledhja i Këshill, dhe Mussolini e dinte që në rendin e ditës ishte shkarkimi i tij, po nuk i arrestoi dhe shkoi në atë mbledhje dhe doli ai i arrestuar dhe i shkarkuar. Pse? Sepse këtë të mëdhenj fashist, Këshilli i Lartë Fashist, 20 ca anëtarë se kanë qenë, perceptuan një frikë që i alarmoi. Italia po coptohej. Kishte hyrë në jug Amerika, po vinin gjermanët në veriu, Italia do shndrohej në një mbasi do zhbëhej dhe si shtet. Dhe me përgjegjësinë e vogël që u kishte ngelur, vendosën të gjenin një zgjidhje. Rasti i dytë është më i freskët, 91-shi. Në qershor të 91-shit u mblodhën komunistët ose punistët, si i quanin atëherë, e vunë me fshëllima Dritora Gollin, Mojkom Zegjon, kush guxoi të thoshte edhe gjysmë fjalie, në darkë i nxorën mediat jashtë, u mblodhën, dolën ja dy që e dinin zanatin dhe u thanë tani do të ndryshojmë pllakën dhe ishte përsëri elita. Jo elit në kuptimin e vlerës, elit në kuptimin e pozicionit. Dhe shkarkuan byron e bën tërbjet, komitet qendror, ndryshuan statut, kryuan një KPD, kryuan një kryesi me profesorate, me njerëz ditur. Ndryshuan dhe emrin e partisë sigurisht po. Dhe emrin e partisë do quhet Kongresi i parë i Partisë Socialiste. Pra në të dyja rastet, që unë po ju sjell që lidhen me historinë e Shqipërisë, ndryshimet kanë ardhur nga ata që janë në krye. Kur ata kanë perceptuar frikën, coptimin apo thërmimin e Italisë andej, apo Ceaușescu-n biz në Shqipëri. Këto janë raste. Çfarë frike percepton sot grupi parlamentar i PD-s? Asnjë. Frikën e vetme kanë Berishën. Çfarë frike percepton Këshilli Kombëtar që na umblot sot? Frika e vetme atyre është që është Berisha, do t'i fusi prapë në Këshill apo jo? Sepse statuti i partisë thot kryetari i propozon Këshillin, kryetari i propozon kryesin, kryetari i propozon grupin e deputetëve. Dhe këto forume nuk ekzistojnë. Në çdo sekond ta hidhen për jashtë si ushqim për të ushqyer. Nga ajo tirania e shumicës që unë thash. Okej, po, Barthelin vetja. Po të themi ke Saliani, me që më pyete disa herë, lëvizja ti. Okej. Ka një ngjashmëri me Berishën, sepse dhe i pëlqen mbushi sallat. Po unë kujtoj që Adriatik Lapa i mbushte sallat. Madje dilte edhe jashtë. Mua nuk më ka bindur Saliu se mbush mitingun. Kjo është teknologjia e uzurpimit të hapësirës politike pa politik. Po del, po bën protestë Berisha. Edhe me pak veta, se Minxhozi ta do jenë shumë pak. Mbas mund të jenë dhe pak. Po hapësirën politike e zuri. Ky është gjithë qëllimi i tij. Të zotroj hapësirën publike politike. Mos ketë një ditë të dytë. Dhe këte kanë kuptuar dhe po imitojnë një lloj si Saliani dhe ai Lapaj që del atje, se kuptoi që duhet protagonizëm, dhe ai Qori që shton diku tjetër. Nuk shihet opozitarizmi. Dakor, po kur del me protagonizëm të sforcuar. Mundem të përgjigj Minxhozi. Dakor, vetëm se ka dy pamje. Unë thash që PD-ja arrin të zotroj ambientin e sallave, dhe këtu besoj e ndajmë këtë, do më thënë ajo arrin të zotroj, si tu është lojen verbale, ose luftën e fjalëve, por kur del në shesh ti
bën një bumerang të madh në qoftë se del me pretendimin që do rrish 3 javë dhe nuk rri dot 3 orë. Se dhe kjo është apo. Do të thotë që unë jam dakord me ty që këto janë parti quasi totalitare ku nuk ka ngjarje, por ka vetëm kryetar. Absolutisht. Problemi është që Saliani mund ta ketë tipologjinë dhe metodologjinë e Berishës me dëshirën për të mbushur sallat. Por problemi është që Saliani ka një mesazh i cili i del doktorit jashtë rreshtit. Unë e thash parë dhe i qëndroj atij mendimi që rreziku i Salianit sot nuk janë numrat se mbush një sallë kinemaje diku, se nuk është problem. I mbledh kaq një orë dhe mund ta bësh një mbledhje, edhe 5 mbledhje i bën. Problemi i tij është se ai del doktorit jashtë gjithë filozofisë që ai e ndërtoi, që nga 11 maj e deri në dimër tani që jemi, që raporti OSBE-Odirit ishte fars, Neni Basha nuk vlen. Puna është shqetësimi realisht të doktorit, në momentin që doktori thotë e kam shilin kombëtar, e kam, po mikën njëri nga grupi parlamentar, ku e kam gazin, jam brapa, jam rregën. Pra ideja është, ku shka njëri, ku shka i tre me doktorin? Kjo të rënon në syt... Ku kam gjekmarrën? Ku kam gjekmarrën? Aty është shqetësimi kryesor. Të lutem. Ku t'ja marrën gjekmarrën, t'ja marrën rrëllstori? Një sekund, loja është brenda pallatit politikës, por loja bëhet për të tretët zakonisht. Edhe ne këtu jemi. Të tretët s'janë. Më falë, edhe ne jemi 5-6 veta flasim për të tretët. Gjithmonë bëhet për të tretët. Debati, të tretët janë ata që shohin, duhet jenë ata që shohin në arenën politike dhe duan të kërkojnë një alternativë ndaj qeverisë. Janë shqiptarët dhe këtu është dëmi më i madh, mendoj unë, që Berisha percepton se po i bën Saliani, që do të thotë ka dhe një njeri brenda partisë, i cili nuk dëgjoj ka dilka, as bëj partim vete se Berisha ka shumë qef që këta të ikin dhe të bëjnë garsonierë zakonisht. Po pra, ka dhe vetë përjashtime. Jo, ai do me çdo kusht ta nxjerr jashtë, sepse ai nuk e duron dhe ne e dim këtë, kemi eksperiencë 30 vjeçare, që ai nuk e duron që dikush që në rrugë statutore, në rrugë formale, me tesër në xhep,